Kandidati pavarur Florian Binaj ka zbuluar një lulishtë me inerte në kryeqytet. Bëhet fjalë për një shesh me inerte i cili qëndron në mes të rrugës Xhanfizeh Keko, ku mira qytetarë të kryeqytetit kalojnë me fëmijët dhe ku ndotja është alarmante. Përmes humorit që e karakterizon, Binaj e përshkruan kështu situatën. Kjo lulishtë e mrekullueshme sapo inauguruar i ka dhënë ajër të pastër jo vetëm banorëve të rrugës Xhanfizeh Keko, por edhe gjithë banorëve të Tiranës. Siç mund ta shihni, këtu të mbush me frymë lule bukpeshku, lule llamarina, lule drasa, lule betoni, lule leshi xhamit, leshi gurit, me një dizajn shumë elegant nga byshja e famshme e arkitektëve italian Giorgio La Fasulja dhe Giuliano Lagrumi. Ju mund ta shihni që është lulishtë e parë në botë, që është lulishtë duplex, dhe se si shkrihet ajo kaq e bukur me trotuarin, duke i dhënë mundësinë hapësirave të lira për të gjitha nënat me fëmijë të vegjël, edhe sidomos për moshën e tretë. Kjo lulishtë është aq e bukur sa mund ta shijoni edhe nga lart, nga satelitët tanë, Tigri 1 dhe Tigri, Albania 1 dhe Albania 3. Ta gëzoni këtë lulishtë. Dhe për ju që nuk doni që asgjë të ndryshojë, mbyllni syt, kokën zhyt. Florian Binaj është kandidati i pavarur në garën për Bashkinë e Tiranës që ka mbështetjen e opozitës.